Olimpiada e 19 ballkanike studentore e matematikës, e cila u zhvillua në Korçë, ka mbledhur mbi 100 student nga vende të ndryshme të Ballkanit, duke shënuar një nga pjesëmarrjet më të larta në historinë e saj. Një pjesë e rëndësishme e veprimtarive shoqëruese ka qenë edhe vizita në qytetin e Pogradecit, ku studentët kanë pasur rastin të njihen me historinë dhe kulturën e zonës. Pas një shëtitjeje në qytet, ata janë dalur në muzeun historik, duke eksploruar trashëgiminë historike të rajonit. Unë jam profesor në Universitetin e Rumanisë. Kam diku te 14 vite që merrem me kompeticione të tilla. Është hera e parë që vi në Shqipëri, pasi ishte hera e parë që organizohej në këtë vend. Mendoj se ishte një organizim shumë i mirë, madje në një qytet të bukur si Korça, afër me Greqinë, dhe tani jemi duke shijuar pamje në liçenin e Pogradecit. Njerëzit janë shumë të mirë. Mendoj se dy vendet tona kanë shumë gjëra të ngjashme. Unë jam Johani, jam nga Greqia. Ne përfaqësojmë Universitetin e Selanikut. Kompeticioni shkoi mirë, edhe qëndrimi këtu ka qenë shumë breselënës. Korça të jep qetësi. Ka vende ku ti mund të shkosh të konsumosh një birë dhe dëgjosh muzikë. Ka vende ku ti mund të ecësh dhe qetësohesh. Nuk kemi parë shumë deri tani nga Pogradeci, por Pogradeci ndryshe nga Korça ka liçen, kështu që është shumë bukur. Unë quhem Lapros dhe jam nga Greqia. Në fakt kam marrë pjesë në shumë kompeticione, por kjo është hera ime e parë në Shqipëri. Kemi qëndruar më shumë në Korçë. Është një qytet i qetë, gjithashtu sheh dhe njerëz të cilët ecin, shumë kafene, pra shumë vende ku mund të shkosh. Edhe Pogradeci është i bukur, ka liçenin edhe male përreth. Ky aktivitet i rëndësishëm akademik jo vetëm që kishte për qëllim të promovonte ekselencën dhe mendimin kritik, por edhe të fuqizonte bashkëpunimin rajonal dhe ndërveprimin kulturor me studentëve pjesëmarrës.